Faleminderit nderuar drejtues, unë fakti kisha regjistruar fjalën dhe për të folur në këtë projekt ligj, po për shkak të zërit nuk do ta shfrytëzoj dot, vetëm për procedurë e kërkova. Zoja Muzhaqi ka ardhur në Komisionin e Edukimit. Nuk është se ka ndryshuar zoja Muzhaqi fjalimin nga Komisioni i Edukimit në seancë, që duhet ta ndryshojë zonja Ulliri, sepse janë qëndrime politike zonja Muzhaqi, të cilat vijnë si rezultati një ligji po aq politik që keni bërë ju. Mjafton t'ju kujtoj një fakt që atë që sot e keni kandidate në Shkodër, e keni antare të Këshillit Kombëtar Rinor. Të gjithë ata që keni antarë të Këshillit Kombëtar Rinor, i keni Facebook me foto profili të Edi Ramës edhe me foto selfie me ty nga kuvendi i rinor i Partisë Socialiste. Kështu që është kaq kollajshme për të kuptuar se çfarë ligji po bëni dhe çfarë misioni keni. Në momentin që thoni duhet kryetari i bashkisë se të rit janë të paaft që të vetë drejtohen, që këtu keni një koncept shumë të gabuar për rinin. Nuk duheni as ju as kryetari i bashkisë për të drejtuar, janë shumë të aftë të drejtohen vetë, por ju keni qëllime të tjera dhe për këto qëllime të tjera po bëni edhe ligjin. Shumë faleminderit.